Në radhë parë dëshiroj të përcjell një përgëzim atyre që kanë punuar me këtë inovacion dhe që do t'i japin jetë një qasje të re në aspektin e shërbimit publik për sa i përket OSHE-s, e cila do ta shtri këtë kapacitet edhe në karikimin e mjeteve elektrike. Ky është një lajm shumë i mirë, i cili vjen në një moment shumë pozitiv për sektorin e energjisë, që ndërkohë është kthyer edhe në një sektor ku inovacioni ka zënë hapësirën e vet dhe ku nuk punohet më në emergjencën e tmerrshme të ditës, me ato historitë që tani më duken sikur nuk i kemi jetuar ne dhe na duket e pabesueshme që ti kemi jetuar ne, por që në fakt kanë qenë histori të lodhshme, raskapitse të një periudhe kohe që zgjati deri jo dhe aq shumë vite më parë. Dhe pikërisht pse është krijuar kjo hapësirë për të menduar për të nesërmen, për të punuar për të nesërmen dhe për ta projektuar të nesërmen, në ndërkohë që natyrisht vazhdon intensivisht dhe puna e përditshme. Sot kemi këtë inovacion, ndërkohë që besoj brenda vitit të ardhshëm do të kemi edhe fillimin e punës transformuese për macat e energjisë, duke kaluar në sistemin e macave inteligjent, me një parti të parë prej rreth 350.000 macash, dhe brenda këtij mandati besoj që do të përmbyllim edhe këtë proces, që patjetër do ta ul edhe më shumë nivelin e humbjeve teknike në rrjet, duke e çuar pa diskutim në mesataren e poshtme të Bashkimit Evropian, por edhe do të rrisë cilësisht faturimin e çdo konsumatori, duke riparuar edhe ato të meta të fundit që ka procesi i faturimit. Nga ana tjetër, kemi nisur punën po ashtu për të ngritur në Shqipëri një data center të fjalës fundit, dhe edhe pse nuk është drejt për drejt me OSHE-n, por është me Keshin, prap është një inovacion që shkon në drejtimin që fola, pra në drejtimin e një kompanie të madhe publike ose e një sektori strategjik ku përgjegjësia publike në shërbim tani më është duke u përkthyer edhe në përgjegjësi për projektimin dhe për materializimin në kohë të atyre që janë bazat e të ardhmës.